1/4, 1/6, sa është sa më takon? Ose mi jep ti lekët, ose në ashtu si që është, nëse s'ke mundësi m'japësh ti lekët, të kthej unë lekët, pra i sa takon ty, dhe ti marru shtëpiat. Për çfarë? Shtëpiat? Shtëpiat e mia baj 70 milion lekë. Po mirë atë, mirë pjesë që më takon. Po pjesa që takon, ai të takon o ti. Unë të flasë. Ai sa më takon 1/6, e kam të pinë këtu. Më takon 1/6. 1/6 pra, 1/6 po. Nuk e kemi zemër këtë gjë. Se një njeri që është tamam, një burr i vërtet, nuk e bën këtë gjë, nuk e bën këtë gjë. Se po ta ndjesh tamam a shumë edhe ndjejën tate. Ti do thonje që Floresha bëj që të dush, ose do t'japi firmën, ti më jep sa të duash. Edhe dia unë që të bëja për ty. Vjen në këtë mënyrë si e kërkon këti. Në qoftë se ti nuk do të japësh atë pjesë, si që është, mas tapis, vazhdo, mere në anën gjyqësore, vazhdo në anën gjyqësore. Dhe që do vendosi gjykata pastaj, mund ke gati. është më logjike. E di si i bie i kësaj pune? Kjo është një përgjigje pas 10 vjet dhe këtu ke gjykatat e tona këtu në Shqipëri.